Bëmirë, në Kosovë u bën zgjedhjet lokale. Kosova ka 7 muaj që nuk formon dot qeverinë. Dhe për këtë Kosova humb $2 milion në ditë nga buxheti, plus pastaj ato tjerat që Europa, Këshilli i Europës për fondet që e ka bllokuar për Shtetet e Bashkuara të Amerikës së njërin tjetrën, bllokadën që i kanë bërë. Si e shpjegon këtë? Ska është e pa shpjegueshme, por në të njëjtën kohë shumë e shpjegueshme. Pra, e pa shpjegueshme në kuptimin se si njerëzit përgjegjës për politikën dhe institucionet veprojnë në këtë mënyrë, dhe shpjegueshme për shumë arsye që lidhen po prapë me politikën, me interesat e politikës, me kryenëqësi. Pra shkojmë edhe herë tek ajo që thash. Këshillat duhet të dëgjohen. Dhe parimi është të këshilloj 1 herë, 2 herë, 3 herë, po janë shumë raste që janë këshilluar. Këto vazhdojnë në njëjtën rrugë. Pra, një vend kaq i vogël. Shqipëria është vend i vogël, Kosova vend akoma i vogël, në 10 km2. 10.000 km2. Shqipëria është 8.000 km2. Pra është praktikisht 1/3. Dhe ke kujdesin maksimal nga shteti më i fuqishëm botë. Absolutisht. Jo thjesht në çlirim, por edhe në rigjenerimin e shtetit. Modernizimin e shtetit, në ndihmat. Po duhet dëgjoj pra. A priori duhet dëgjoj. A priori duhet dëgjoj. Arsyeja pse? Pastaj është vetë shoqëria e Kosovës që duhet të jetë jashtëzakonisht e informuar dhe motivuar për të kërkuar që ai vend duhet të demonstrojë që është alat. Jo alat thjesht kur duhet të çlirohet. Por alat në çdo kohë dhe duhet ta bëjë.